Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet dhe lavdimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë. Dhe salavatet e përzemërt e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam në këtë ditë jashtëzakonisht të bukur e të mirë të xumaje të datës 6 qershor 2025 apo 10 Dhulhijhe 1446 Hijri. Vëllezër dhe motra, ku ka më mirë se sa dita e sotit? Dita e haxhit të madh, gjithsesi dita e Kurban Bayramit, dita më e zgjedhur e haxhit, dita e prerjes së kurbaneve, e përmendur në Kur'an në ajetin e 3 të surës Tauba. Ajet ky i cili ja bëri të qartë mushrikëve, por njëkohësisht edhe të gjithë jo muslimanëve, se prej këtij vitit, pra prej vitit 9 Hijri, e deri në ditën e Kiametit nuk i lejohet më të bëjnë haxh, përveç se nëse pendohen dhe e pranojnë besimin islam. Kështu që vitin e ardhshëm, gjithsesi vitin e 10 Hijri, kur edhe vetë Muhamedi alayhis salam e ka kryer haxhin që njihet si haxhi lamtumirës, asnjë jo musliman nuk e ka bërë më haxhin. Luma jo familje që Allahu e ka begatuar me të mirat e tija dhe kjo familje sot e falenderon Allahun xhaleshanuhu duke prer apo duke therrur kurban, duke e zbatuar urdhrin e tij, fasalli li rabbika wanhar, falu për hir të Zotit tënd dhe prej kurban. Të jeni të bindur se te i gjithë ky akt sakrifice, ajo që është më e rëndësishmja është devotshmëria, e cila e vetme arrin tek Allahu xhaleshanuhu, e jo mishi e as gjaku i kurbanit. Vetë fjala kurban vjen nga fjala arabe qarib, që do të thotë afër, gjithsesi afrim me Zotin ton. Tregoni kujdes të veçantë ndaj kurbaneve tuaj, silluni mirë e butë me ta, rrezoni ngadalë e me kujdes, ktheni kokën e tyre ka kibla dhe me thikë paraprakisht mirë të mprehur, pritni ata duke përmendur emrin e Allahut dhe thoni Bismillah, Allahu Ekber. E pasaj, mishin e tij, siç thot Allahu subhanahu wa taala, fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir, hani prej tij dhe ushqeni me të ngushtuarin dhe të varfrin. Nëse dikush nuk mundet ta pres kurbanin me dorën e tij, atëherë le të mundohet që të jetë prezent aty kur kasapi ta presete. E nëse nuk mund të jetë fare prezent, nuk ka ndonjë mëkat, sepse kasapi mund ta presete edhe pa prezencën e të Zotit të kurbanit. Dijeni se nëse ju pret kasapi kurbanin, shërbimi i tij duhet të paguhet me të holla të tjera, e jo t'i jepet një pjesë nga mishi i kurbanit si kompenzim për punën që ka bërë. Ata të cilët jetojnë në shtetet e perëndimit dhe kanë të vështirë e të pamundur që të presin kurbane atje, lejohet që kurbanet t'i priten edhe në vendindet e tyre dhe mishi t'i shpërdahet të varfërve të atij vendi. Në kohën tonë, në vendet ku ka medrese, besimtarët mund t'i dërgojnë kurbanet e tyre edhe në medrese për ushqimin e nxënësave të saj. Shtëpit nga të cilat ndonjë pjesëtar i saj ka udhëtuar për në haxh, nëse kanë mundësi, obligohen të presin kurban të shtëpia, dhe ky kurban i cili pritet të shtëpia nuk ka fare lidhje me kurbanin të cilin e pret haxhiu në Mekë. Kurbani i haxhiut ka të bëjë në mënyrën e kryerjes së haxhit nga ana e haxhiut. Po ashtu, nëse nuk i presin vetë apo nëpër shtëpiat tona, nuk ka arsye që kurbanet tona t'i dërgojmë për të prerë në Mekë me pretekst se atje është ma sevap. Jo, më sevap është të mendojmë së pari për të varfrit tanë, e pastaj më gjërë. E fundit, duke marrë parasysh se prerja e kurbanit është obligim, dijeni edhe këtë, se nuk lejohet që në vlerën e kurbanit të jepet sadaka në të holla të varfërve aq sa kushton një kurban. Kurbani duhet me domos të therret, të pritet, kurse fukarave mund edhe i jepet mishi i kurbanit. Lutim Allahun xhaleshanuhu që t'i bëj kabull të gjithëve kurbanin, Allahu xhaleshanuhu na mundsoft që të presim edhe shumë
ditë të gëzuar të Bajramit si ky dhe ju uroj të gjithëve një festë të bukur me ibadete të pranuara, urime dhe për shumë festa e Kurban Bajramit. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.